Si ka qenë puna në Emiratet e Bashkuara Arabe, apo cila është një nga sfilatat të cilën do të përmendje më së shumti, cila ka spikatur për ju gjatë karrierës suaj? Të them realitetin, unë nga momenti që kam ikur në Dubai, nuk kam pritur që të jem kjo që jam sot. Jo që kam arritur në gjë të madhe, Ke arritur për një modeste, ke arritur, realisht jam kjo që jam, kam arritur atë që jam shumë e vlerësuar nga njerëzit, kjo është gjë shumë e madhe, edhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është që në një kohë shumë të shkuartër, njerëzit atje në Dubai e kanë vlerësuar shumë punën time, njerëzit që janë njerëzit më të famshëm të Dubait, edhe të gjitha sfilatat që keni parë ju u bën mbi 3 sfilata që më kanë organizuar në Dubai. Të gjitha kanë qenë të organizuar nga kompani prestigjioze, që do me thonë edhe unë vetë kam ngelur e shokuar nga një mbështetje aq e madhe, që unë 15 vite në Tiranë nuk kam gjetur një mbështetje siç e kam gjetur atje. Të them unë jam gjithmonë realiste. Unë nuk mund të flas një gjë që s'është. Unë në Dubai të gjitha sfilatet që kam bërë mi kanë organizuar kompani të mëdha, edhe kam ngelur e shokuar, do me thonë, nga vlerësimi, nga organizimi, nga të gjitha, edhe fal Zotit, unë tani jam shumë mirë, edhe ndihem mirë me këtë vlerësim atje, pavarësisht se ne duam vendin tonë, e dua dhe vendin tim këtu, s'dua ta lë kurr këtë punë këtu, po dhe atje ka të mirat e veta. Merita, mua më shqetëson një gjë, të cilën gjej rastin sot dhe do doja patjetër që t'ishe shumë realiste. Atë ka dhëmbur, atë ka shqetësuar dhe atë ka krijuar probleme shpeshherë, bullizimi, anatemimi dhe stigmatizimi i vajzave dhe këngëtarëve shqiptare që shkojnë në Dubai. Pra pse është kthyer Dubai në një emër të keq. Në një emër të keq, ndërkohë që është e kundërta në fakt. Do flasim pak për këtë temën. Është shumë e çuditshme. Normalisht unë e di që edhe këtu flasin, të bullizojnë, çfarë nuk bëjnë, sepse ti e di shumë mirë që mua në jetë janë munduar shumë. Unë mundohem të ngritem, njerëzit mundohen, disa më kanë ngritur shumë, disa njerëz janë munduar të më shtyjnë. Por unë di të them që po flas për në Dubai, për në Shqipëri, po flas për në Dubai, më vjen shumë çudi. Mbase kanë mungesë informacioni që është gjithë kjo dyndje, absolutisht po, të gjithë ato që flasin, absolutisht po, të gjithë këto që flasin kanë mungesë informacioni, sepse ndoshta edhe kur nuk kanë shkelur në Dubai, sepse një herë të shkelesh në Dubai, ti do ndryshosh mendim totalisht. Pse do thuash ti? Un kam 4 vite atje, shkoj e vin në Shqipëri edhe në Dubai, kam 4 vite, sytë e mi nuk kanë pa njëherë një gjë që të bëj përshtyp, paskin të drejt njerëzit, jo, absolutisht jo. 4 vite unë kam ndryshuar një mendim. Pra është një vend me rregulla të qarta, me rregull që asnjë një vend të botës nuk e gjej rregullat. Edhe po flasim pikërisht për vendasit arab, që thonë jo po shkojnë vajzat e re, jo po shkojnë modelet, jo po shkojnë kjo, absolutisht jo. Ato janë njerëzit më të kulturuar në botë. Nëse ti ulesh në një restorant ose në një kafe, ti shikon një ndryshim, të thua si është e mundur që njerëzit flasin kështu. Ato janë njerëz shumë të kulturuar, po flasim që aq sa ka pasyrim. Ato s'din të shikojnë një herë në sy, ato s'din të flasin një herë, ato s'të shikojnë drejt në sy. Ne na vjen mirë që na qartësove këtë element. Jo, kjo është shumë e qartë dhe mua më vjen shumë keq që mundohen ti njollosin vajzat tona, sepse nuk është këngëtarët që shkojnë në Dubai. Këngëtarët, un kam parë vajza, këngëtare, kam parë shumë vajza që vinë në Dubai kanë frikë të hedhin një post, sepse Dubai ka emrin keq, absolutisht jo. Kjo nuk e di pse njerëzit e ngushtojnë shpirtin. Kanë frikë të hedhin një post. Kanë frikë të hedhin një post sepse do më gjykojnë se jemi në Dubai. Unë mendoj që njerëzit do të jetë shpirt i lirë, të bëjë atë që do, qofse ti e ndjen shpirtin tënd dhe mungesë liri mendimi, mendoj. Po, të njëjtin mendim me Meritën, mendoj që është një vend që femra vlerësohet me një përkushtim maksimal, është vazhdimisht femra shumë të trajtuara dhe shumë të bukura dhe fizikisht shumë të mbajtura, përveç se është një vend shumë i sigurt dhe shumë i qetë. Dhe Merita e di më së miri këtë fakt, duke qenë se ka provuar të jetoj për një kohë më të gjatë. Na mjafton informacioni që na dhe, për gjithë ata që nuk kanë info të plot, le ta vizitojnë ata që kanë mundësi ekonomike. Patjetër. Edhe kjo situata tani që thonë është bërë situata shumë e vështirë, edhe mendoj që për këtë pjesën, edhe për këtë pjesën mendoj. Lufta ende s'ka mbaruar. Ndoshta mes dy vendeve Amerikë dhe Iran, për aq sa kam informacion, mund të ketë paqe në një moment të caktuar, por çfarë ka ndodhur atje? Janë larguar njerëzit, a kanë pasur frikë?
Po, për aq sa kam informacion unë, për aq sa kam parë unë, domethënë, edhe kjo si gjithë këto shpiket. A dëmtoja ekonominë shumë. Ekonominë normalisht njerëz janë larguar, të them realitetin, njerëzit janë larguar, sepse në momentet e para të gjithë morëm një gjë spontane që s'kishte lidhje me Dubai, po duke parë çdo ditë që po ndodhin gjëra të vogla, jo gjëra të mëdha, si e egzagjerojnë këto, nuk është asgjë e vërtetë. Çfarë shikojmë në portale asgjë s'është e vërtetë, sepse un kam parë që i kanë hedhur të Burj Khalifa në ajër, s'ka shanse. Nuk s'ka mundësi, domethënë, këto janë gjithë videot e sajuara. Mos besoni çfarë shihni në rrjetet sociale. Aty është vendi më i sigurt në botë. E them me plot bindje, e dashuroj atë vend, sepse ndjej një qetësi. Mirë që vendi hapur dhe thua që unë e dashuroj atë vend dhe atë vend. Nuk kam frikë ta them. Nuk ke frikë. Absolutisht. Dhe nuk ke droje që ti të hedhësh postim dhe thua që unë kam ndërtuar një biznes suksesshëm aty. Po, e di kush është arsyeja par Gjoj, sepse aty kam ndjenjë një siguri të papar. Siguri shpirtërore, siguri ekonomike, siguri kudo në punë, kudo. Edhe kjo më ka bërë që ta dua atë vend, pavarësisht se ti e din, unë jam rritur, biznesi im është rritur këtu në Shqipëri, unë jam rritur nga njerëzit në Shqipëri. Mos isha rritur fizikisht edhe profesionalisht në vendin tim s'do isha sot atje ku jam unë. Pse jam rritur profesionalisht këtu në vendin tim, kam meritat e mia dhe atje ku jam fal punës time. Por siguria atje më ka bërë që të jem dhe më e qetë. Ti ke meritat jashtëzakonshme sepse je një vajzë e mirë për nënën, për motrën, për familjen, për mikeshat dhe nuk e harron Shqipërinë. Domethënë kthehesh her pas here dhe unë ta di shpirtin sepse unë kam bërë disa aktivitete bamirësie në Shqipëri, ku ti ke qenë mbështetësja kryesore e aktiviteteve të bamirësisë në Burgun e Grave, në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër, në sigurisht tek mosha e tretë dhe unë nuk t'i harroj kur këtë vepra bamirësie. Faleminderit shumë. E di pse i kam bërë të gjitha këto Gjoj? Sepse e para kam ndjesh shpirtërisht, e dyta unë besoj shumë në Zot, sepse kur i shoh njerëzit të vuajt, mua më kujtojnë vujtjet e jetës time, më kujtojnë rrugtimin tim, edhe unë kam kënaqësi shumë të madhe kur mundohem të lumturoj dikë, sepse nuk e ke idenë sa lumturohem unë kur dikush bën për mua. Nga që jam shumë e vuajtur edhe kam shumë dëshirë, edhe monedhën e fundit ta kem, nëse shoh dikë që s'ka të haj ose s'ka diçka, unë dua t'ja jap. E mbyllim me këtë thënie të bukur, edhe monedhën e fundit unë do e dhuroj.